Të dashur shqiptar, kam gjetur origjinën e emrit të mbretit të mesapëve Artas. E kam gjetur sepse është shpjeguar nga autorët e lartë helen. Ekspedita e Athinës, përpara se sa të sulmonte Sirakuzën, ndaloi tek mesapët në Italinë e Jugut dhe mori furnizime me bukë dhe me heshta. Autorët helen kanë shënuar se sa bukë kanë marrë nga Artas dhe sa heshta me numër të saktë. Dhe mesapët nuk e dinin çfarë do thoshte fjala bukë. Nuk është në gjuhën mesape. Është në gjuhën greke, artos. Në gjuhën greke artos bëhet dhe emër i veçantë, i përvetshëm. Mesapët e dëgjojnë fjalën artos dhe e kthejnë në artas. Është emri i bukës. Nga që ai i furnizoi grekët i dhanë titullin artas. Bukëdhënësi. Shqiptarët në shekullin e 20 lexojnë për mesapët nga literatura e arkeologjisë italiane, e marrin emrin Artas, shqiptarët ja heqin sën dhe e kthejnë në Arta. Artas është emër mashkullor. Është në greqisht Artos. Shqiptarët e jashtëzakonshëm, heroik, e përvetsojnë këtë emër të bukur mesap sepse në Vlorë gjendet Mesapliku dhe shqiptari mendon Mesaplik është një lloj si mesap. Atëherë mesapët janë shqiptar, meqense ne banojmë në Mesaplik. Mesaplik është emër turk. Është një lloj si fjala budallalik, Mesaplik. Është emri i mesapëve, që është emër grek, do të thotë në mes të ujrave, dhe është shtuar prapashtesa turke lik. Budallalik, Mesaplik, Shqiplik. Pra, Shqipliku merr Mesaplikun, meqense banon Shqipliku në Mesaplik, vendos që emri Artas duhet të jetë me siguri emër femëror. T'ja heqim këtë sën, ta bëjmë Arta, dhe mësuesja që më ka dashur mua më shumë nga të gjithë, dhe unë gjithashtu kam respektuar më shumë nga të gjithë, quhej Arta. Është emër shumë i përhapur në Shqipëri, por nuk është emër femrash, është emër burrash. Në Mesapi o drilon. Mësuesja ime mbante një emër burri, që të zgjohet Mesapi të thotë, moj grua, përse më ke marrë emrin tim ti, emrin e bukës. Unë i ushqeva Athinasit me bukë dhe mora emrin Artas dhe ti e bëre Arta. O Arta, çfarë bën o Arta, o drilone? Shqiptarët marrin emrin drilon, që është organi i perëndis Panos. Është perëndia Pan, që e ka burimin në qytetin Panopolis, në Egjipt. Grekët e marrin organin që quhet drilon nga organi afrikan, që është sa ky mikrofoni ma. Për atë zot. E marrin këtë organ dhe e bëjnë objekt adhurimi grekët. Dhe të gjitha statujat e Panit ka një organ që është sa trupi i Panit vetë. Për atë zot. Shqiptarët e marrin emrin drilon. Dhe i quajnë krahinën e drilonit. Kjo është për të qarë. Mbreti mesapëve ju jep bukë Athinasve, ata i vënë emrin Artos, ai e kthen në Artas, shqiptarët e kthejnë në Arta. E kam vënë sot në fjalorin e gjuhëve indo-europiane, nuk ishte aty, do shkriheni duke qeshur. Qa bëjnë shqiptarët? Marrin emrat e burrave dhe jo avun grave, sepse
Arta përfundon me A, po t'ja heqësh S-n. Dhe kjo është pike e kocaqistëve. Tani, e kuptoni që nuk është problemi me zonjën Kocaqi. Të gjithë shqiptarët janë Kocaqi. Jemi monosilabik. Heqim mbaresat e emrave grek dhe I bëjmë shqiptar. E kemi bërë Piron shqiptar, po ai nuk quhet Piro, por Pyrrhus, që do thot flokë kuq në gjuhën greke. Ne ja kemi hequr mbaresën dhe e bëjmë Piro. Për atë Zot që është në qiell, romakët kanë luftuar me grek. Për atë Zot, jo me shqiptar. Çfarë janë shqiptarët? Po drilonës janë për të gjithë. Marrin drilonin afrikan dhe e bëjnë emër. Nuk kam parë një popull të tillë në botë. Ne jemi bërë gazi I botës. Ta shikojmë këtë zbulim epokal. Të dashur shqiptar, nuk ka popull të dytë si ne në botë. Që marrim emra grek, ju heqim mbaresat dhe I bëjmë emra shqiptar. Pra, kjo është iliria dhe kjo është pellazia jonë. Në gjuhën kelte, aran I thon bukës, në gjuhën greke artos I thon bukës, dhe pikërisht artas, në latinisht artus, në gjuhën helene artos, ishte personi mbreti me sap në Italinë e Jugut që I furnizoi grekët me bukë, përpara se sa ata të niseshin për në Sicili. Po ashtu grekët përkrahen me sapët në luftën e tyre kundër qytetit Taras, që përkrahej nga spartanët. Pra Athinasit përkrahnin me sapët, spartanët përkrasin qytetarët e qytetit Taras. Ishte një luftë civile, grek kundër grekësh. Nuk kemi asnjë shqiptar aty. Dhe kjo është e shpjeguar nga autorët helen. Disa prej tyre tregojnë origjinën e fjalës artas, do thot buk në gjuhën greke. Është emër grek. Ne ja heqim mbaresën s dhe e kthejmë në emër femrash, arta. Në fakt shqiptoshte harta me h, nëse doni ta mbani emrin e bukur grek. Dhe nuk është harta ajo, po është artas ai në gjuhën greke. E kuptoni tash që mesapishtja është një dialekt helen apo jo? Se na lodhët. Këto zbulime madhështore janë bërë tani mbas hapjes së kanalit në YouTube dhe në TikTok. Unë I bëra këto filma për të shpjeguar të afërmve të mi që çdo përpjekje ime është bërë për gjuhën shqipe. Duke përpjekur të shpjegoj ilirishten. Gjej monedha ilire me mbishkrime greke. Gjej që të gjitha qytetet ilire janë greke. Në Shqipëri, Dalmaci, Kosovë, Maqedoni, Bosnjë, Kroaci. Nuk e dija, as grekët nuk e dinin. Këto kanë dalë nga filmat e mi. Kjo nuk është në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. E kam gjetur unë. Artas vjen nga artos. Buk në greqisht. E kupton apo jo? Shqiptari. Pse ja heq mbaresën greke ti dhe e bën artas arta? Pse ja heq mbaresën greke e emrit Pyros dhe e bën Piro? Do thot zjarr në greqisht, s'është në shqip. Pse merr emrin drilon, organ mashkullor I perëndis Pan, organ afrikan dhe e bën krahinën e drilonit. Nuk të vjen turp, o Kocaqi, o populli Kocaqi. Ti je populli Kocaqi. Është gjë më e tmerrshme, sepse po të ishte një person I vetëm, edhe mund t'ja mbushnin mendjen se çfarë ka ndodhur. Por të gjithë shqiptarët janë Kocaqi. Unë nuk jam Kocaqi. Jam shqiptar I vetëm. Nuk ka shqiptar të tjerë që e kupton se çka ka ndodhur. Shqiptarit I ka ndodhur një dëmtim I madh nga ndonjë rrufe.
Unë njeh një shqiptar që është goditur 5 herë nga Rufeja dhe ka jetuar çuditërisht. Pra ka kaluar Rufeja nëpërmjet tij deri në tokë dhe nuk e ka prekur atë. Është përdorur trupi i tij si përçues dhe ka jetuar 5 herë. Kur të bie Rufeja 5 herë dhe ti jeton akoma, atëherë truri yt është fërguar, është bërë kukurec. Ne na ka goditur diçka, na shprishur ADN-ja nga fara e kosit, nga 37 pushtues të ndryshëm. Madje ne nuk ham më kos. Kemi mbledhur kaq shumë farë kosi, sa që është bërë pije veçantë fara e kosit në Shqipëri. Mund ta blesh, mund të bësh djath me të, është fara e kosit të pushtuesve në Shqipëri. Ne na kanë thënë që vjen nga Delia. Por po ti bësh analizat e ADN-s kosit, të del farë kosi. Ju lutem, mos pini më kos, sepse na shprishur ADN-ja komplet. Dhe mos e jepni ADN-n më, sepse po e mbledhin grupet kriminale dhe po mbledhin të dhënat e shqiptarëve. Madje qeveria shqiptare është kthyer në një grup të strukturuar kriminal që mbledh të dhënat e shqiptarëve dhe jo hedh shërbimeve të huaja si shpërblim për të ndetur në pushtet. Pa ky është shqiptari, e kupton apo jo? Mesapi ushqen me bukë grekët dhe ato i thonë bravo, Artas, bukëdhënës. Kjo që ka ndodhur me ilirët dhe grekët është kaq e tmerrshme sa që vetëm emri Drilon është më i skajshëm nga të gjithë, të bën të kuptosh se çfarë ka ndodhur. Ishte emri Drilon që jo ka hapur syt shqiptarëve. Po ti godasësh shqiptarët me Drilon, shqiptari zgjohet. Se po ta godasësh me një gjë tjetër nuk i bën përshtypje, është bërë koka shumë e trash. Kafka. Ai sa për krenarja ilire nuk i bën. Po në momentin që ai shikoi Drilonin, shqiptari u tmerrua. Ore, me çfarë po më godisni mua? Nuk është problemi që po e godisnin shqiptarin, po kur pa Drilonin shqiptari e kuptoi se ç'kishte ndodhur. E pra, kur shikoni Artos, buk, Artas në gjuhën ilire dhe Arta në shqip, e kupton çka ka ndodhur me shqiptarin. Është një fatkeqësi. Nuk përmirësohet kjo që ka ndodhur. Nuk ndreqet më. Është prishur truri i shqiptarit. O tru prishur, o tru kos. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor, shqiptaris Drilonis.